Mendoj se aktet e nderimit duhet të jenë të plota dhe të sinqerta. Andi Sarasani i përkishte një plejade politikan shtëri. E vërteta, i shkolluar mirë, i kyçur në proceset demokratike që në fillim. Por nuk mund të mohohet se ju e përzutate dhe duhet të kërkojen një ndjes, jo ju personalisht, jo ju, nuk e përzut ju personalisht, por rilindja e përzurjate. E kam ndërruar me bindje të plot për atë që thash, sepse një politikan që rinin ja kushtoi ndryshimit të Shqipërisë për ato ideale, por e kam ndëruar se mbeti socialist, besnik i atyre parimeve që besonte gjerditën e fundit, një patriot, një njeri i cili nuk pranoj kur të bëj kompromis me të keqen, si që bëhet ju, me radhë. Prandaj, mund të kërkoje një ndjes dhe ju garantoj se veç se përfaqësoje jo mendimin e Sali Berishës, por mendimin e qindra dhe mijëra socialistëve që e prisin këtë sot nga ju. Largimi i njeriu nga kjo botë nuk duhet të jetë objekt cinik diskutimesh partijake dhe elektorale. Ne u ngritëm në këmbë për të nderuar kujtimin e tij dhe i shprehim